Shikues nderuar, mirë se ardhët në edicionin 21 Live News. Kryeministri Albin Kurti dhe kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku nuk kanë arritur marrëveshje politike për çështjen e presidentit, ndonse takimi mes tyre zgjati më shumë se 2 orë. Pas takimit, Kurti ka thënë se synojnë në një marrëveshje që siguron 84 apo 85 vota të deputetëve për president. Ndërsa Abdigjiku këmbgul se posti presidentit nuk duhet t'i takoj lëvizjes vetëvendosje. Kuvendi ishte vend takimi, por kryeministri Kurti dhe kryetari i LDK-s Abdigjiku nuk zgjodhen të njëjtat hyrje për të u futur në objekt. Derisa Kurti u shmang medjave nga një hyrje ku gazetarët nuk kanë qasje, Abdigjiku nuk u shfaq optimist për një marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit. Abdigjiku apo të ketë marrëveshje se? Shojmë, po këta kemë pas takimit deklaruar. Takimi Kurti Abdigjiku, i cili zgjati rreth 2 orë, kishte për synim arritjen e një marrëveshjeje politike për postin e presidentit, por pavarësisht se marrëveshja nuk u arrit, Kurti e quajti konstruktiv takimin me Abdigjikun. Takimi shkoi në një atmosferë konstruktive dhe dashamirëse. Jemi të përcaktuar që t'i shmangim zgjedhjet e reja. Ne nuk e kemi më sfidë natyrisht numrin prej 61 deputetëve për formimin e qeverisë, por definitivisht është sfidë tejet gjigante, ajo që një parti t'i ketë 80 deputet dhe të mund t'a zgjedh vetë edhe presidentin. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se diskutuan për afatet kohore të përcaktuara nga gjykata kushtetuese për zgjedhjen e presidentit. Sipas tij, LDK-ja nuk preferon zgjedhjet e reja, por nëse Kurti nuk arrin të gjejë kompromis, vendi shkon automatikisht në zgjedhje. Kemi më pak se 3 javë ditë kohë për të gjetur një konsenzus dhe për të arritur një marrëveshje eventuale, në të kundërtën vendi shkon në zgjedhje. Zgjedhjet nuk i don askush, as Liga Demokratike e Kosovës. Pavarësisht se në takim u tha se nuk janë diskutuar emra të përveçshëm për president, kryeministri Kurti është shprehur optimist se mund të ketë marrëveshje politike, nga e cila do të buronte një kandidat që siguron mbi 80 vota. Por për këtë Abdigjiku tha se duhet diskutime me të gjitha partitë politike. Vetëm një shumicë prej 84-85 është ajo që do të na bënte komod. Për këtë arsye duhet diskutime me gjitha partitë politike për të pasur siguri, por në të kundërtën çdo marrëveshje që siguron minimumin e votave të nevojshme është e mjaftueshme kushtëshmërisht. Ndonse nuk u pajtuan për një marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit. Megjithatë, Kurti dhe Abdigjiku ishin pajtuar që jo gjithçka nga takimi duhet të bëhet publike. Takimi ishte tete-a-tete dhe ne duhet të ruajmë konfidencialitetin e bisedimeve. Po për çështje tjera, lutem, kemi edhe dakordans konfidencialiteti mes palëve. Kryeministri Albin Kurti ka paralajmëruar për këtë javë takim edhe me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza, sipas burimeve të Radio Televizionit 21, brenda PDK-s. Kërkesa për takim i është të bërë përmes një SMS-i dhe jo në formë të një ftese zyrtare elektronike apo me shkrim. Sipas të njëjtave burime, kjo formë e komunikimit nuk është mirëpritur nga Hamza. Kryetari Hamza i ka kthyer përgjigje zotit Kurti lidhur me ftesën për takimin. Atij është kërkuar që ta konkretizojë iniciativën e tij përmes një letre zyrtare në mënyrë që të rritet serioziteti në trajtimin e kësaj çështje. Pas këtij konkretizimi, çështja do të shqyrtohet në organet e partisë dhe më pas do të paraqitet qëndrimi përfundimtar i PDK-s. Kurti është shfaqur kritik gjatë ditës ndaj PDK-s. Kryetari i secilës Bedri Hamza ka thënë se do të vazhdojë takimet me Kurtin vetëm nëse ky i fundit pranon që PDK-ja të propozojë kandidatin për president. Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ka nxjerrë asnjë emër përpara nesh. Ajo vetëm ka kërkuar që ne t'i besojmë në mënyrë absolute dhe të verbër, pra absolute që 2 kandidatët të jenë të PDK-s dhe të verbër që të mos na tregojnë emrin paraprakisht. PDK pritet gjatë kësaj jave të mbajë mbledhjen e Këshillit Drejtues, ku kryetari Hamza do të marrë udhëzimet për hapat e metejm lidhur me takimet me Kurtin. Çmimi i naftës në Kosovë vazhdon të mbetet i lartë, duke rënduar nga dita në ditë jetën e qytetarëve. Derisa Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit pocakton çdo ditë çmime tavan për shitjen e derivateve të naftës në Kosovë, nga shoqata e naftetarëve paralajmëruan protestë. Ata thonë se nafta po importohet me 1.86 euro për litër dhe po shitet me të njëjtin çmim.
Rritja e çmimit naftës në Kosovë gjatë 2 javëve të fundit ka qenë ndjeshme, duke arritur deri në €1.86 për litër. Ky nivel i lartë po ndikon drejt për drejt në buxhetin e qytetarëve, duke rritur kostot e përditshme. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka miratuar një vendim të ri për rregullimin e çmimeve të produkteve të naftës në tregun vendor, duke postuar çdo ditë çmimin maksimal. Në 2 ditët e fundit, çmimi maksimal ka qenë. Për datën 06/04/2026, çmimet maksimale të lejuara janë si vijon: nafta €1.86 për litër, benzina €1.49 për litër. Kryetari i shoqatës së naftarëve të Kosovës, Fadil Berjani, tha se vendimi i Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit për naftën është i gabuar dhe dëmton bizneset, duke paralajmëruar edhe protestë. Vendimi i qeverisë është duke u respektuar, por është vendim i gabuar dhe dëmton bizneset, dhe disa nga pikat mund të bankrotojnë. Askund në botë nuk ka kësi zhvillime dhe detyruan bizneset që ta blejnë dizelin €1.86 dhe të shitet €1.86. Shoqata e naftetarëve po kërkon që në qoftë se nuk ndryshohet ky vendim, s'ka mbetur tjetër përveç se të protestohet. Por profesori i ekonomisë Sidi Rexhepi tha se masa e qeverisë për marzhën e fitimit për naftarët është e duhur, por nuk është zgjidhja. Vetëm përcaktimi i çmimit tavan sigurisht nuk është i mjaftueshëm për me zbut pasojat që i ka për ekonomitë të caktuar edhe për qytetarin. Dhe në këtë aspekt sigurisht do të marrë mosa të tjera, të cilat domthonë veç kanë filluar disa vende me zbatuar. Rritja e vazhdueshme e çmimeve të derivateve të naftës në Kosovë po ju sjell probleme qytetarëve dhe bizneseve, e veçmas bujqve që ja kanë filluar të mbjellat pranverore. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Besjan Mustafa ka kritikuar qeverinë për mos uljen e akcizës dhe TVSH për derivatet, ndonse çmimi i naftës ka arritur në €1.85 për litër. Përmes një postimi në Facebook, Mustafa ka krahasuar situatën në Kosovë me atë në Maqedoninë e Veriut, duke shkruar se atje janë ndërmarrë masa për lehtësimin e qytetarëve. Maqedonia, ku nafta kushton në €1.55, dje ka ulur akcizën për 7 cent, ndërsa para 2 javë ka ulur TVSH-n nga 18 në 10%. Qeveria e Kosovës nuk e ka ulur as akcizën, as TVSH-n, anipse çmimi është €1.85 për litër. Mos lësho pe Albin, sa më të larta çmimet, aq më shumë po të votojnë, ka shkruar Mustafa. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përkrahur protestën e studentëve shqiptar në Maqedoninë të Veriut. Ish-kryeministri i Kosovës ka thënë se kjo protestë është një thirrje e fortë ndërgjegje për të gjithë ata që sipas tij kanë ndërhyrë në politika që nuk u takojnë, për siç ka thënë, për qarë dhe dobësuar faktorin shqiptar, aty dhe kudo. E drejta themelore për gjuhën shqipe e garantuar me kushtetut nuk duhet të cenohet nga askush. Çdo përpjekje për ta prekur është shkelje flagrante e të drejtave. Sot jemi një me studentët në qëndresën e tyre dhe në kërkesat e tyre legjitime. Një për gjuhën shqipe, kujdo që i ka penguar kjo gjuhë, historia nuk do t'ja falë, ka shkruar Haradinaj. I kthejmë informacioneve nga vendi. Një aksident me fatalitet ka ndodhur paraditën e sotme në bajinës të Drenasit, ku si pasoj ka humbur jetën një person. Zëdhënësia e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, bëri të ditur se në këtë aksident janë përfshirë një kamion dhe një vetur. Sot rreth orës 9:40 kemi pranuar informatën se në bajinës të Drenasit ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident kanë qenë të përfshira 2 automjete, një kamion dhe një vetur. Si pasojë aksidentit, një person ka mbetur i vdekur, ka thënë ajo. Sipas Ahmetit, vdekja viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes, ndërsa me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal. Inspektorati Policor i Kosovës ka arrestuar një zyrtar policor në Pej të dyshuar për dhunë në familje pas intervistimit të viktimës, bashkëshortës së tij dhe konsultimit me prokurorin. Zyrtarit i është caktuar masa e ndalimit 48 orë. IPK njofton se ai është suspenduar dhe rasti vazhdon në procedurë hetimore dhe administrative.
Disa ish punëtor të ndërmarrjes publike Trepça po akuzojnë menaxhmentin aktual të kësaj kompanie se po degradojnë punëtorët nga pozitat e tyre dhe po shkëpusin në mënyrë të padrejtë kontratat e punës. Në anën tjetër, menaxhmenti i Trepçës thotë se transferimet dhe ndërprerjet e kontratave janë bërë sipas rregullave të ndërmarrjes. Ish punëtorja e ndërmarrjes Trepça, Valdete Shabani, ka ngritur akuza ndaj menaxhmentit të kësaj ndërmarrjeje duke pretenduar për degradim në pozitë, transferime të njëpasnjëshme dhe ndërprerje të padrejtë të kontratës së punës. Shabani ka theksuar se për rastin e saj ka ndjekur rrugë ligjore duke fituar vendime në favor nga gjykata dhe duke bërë ankesë edhe në inspektorat, i cili sipas saj ka konstatuar shkelje nga ndërmarrja. E parë, unë e kam marrur nga komisioni ankesave, që do të thotë ka qenë vendime negativ. Pastaj unë kam ngritur padin në gjykat dhe pas 2 muajve unë nga gjykata kam marrur vendim pozitiv, që do të thotë gjykata kanë konstatuar se transferit që mi kanë bërë në mënyrë jo ligjore. Po ashtu kam bërë ankesë edhe në inspektoriat dhe inspektoriati ka dënuar 2 herë ndërmarrjen për gjitha transferet që mi kanë bërë në mënyrë jo ligjore. Pas suspendimit që më ka bërë, do të thotë kryeshefi, komisioni disiplinor ka marrë një vendim ku më ka shkëputur kontratën e punës, me arsyet që ceka më herët ku janë të cekura disa fjalë që thuhet se unë kam folur në intervista, por ato asnjëra nuk janë të vërteta. Në lidhje me këto pretendime, edhe ish punëtori tjetër i ndërmarrjes Trepça, Bahri Ibrahimi, ka ngritur shqetësime të ngjashme duke e lidhur ndërprerjen e kontratës së tij me gjendjen shëndetësore dhe pushimin mjekësor. Ai ka bërë të ditur se ishte i punësuar nga viti 2019, ndërsa kontrata i është shkëputur në vitin 2025, pas një periudhe kur kishte probleme serioze shëndetësore. Në 2024 kam pas problem shëndetësor, faktikisht të marrë në kokë dhe po atë vetë jam operu dhe për natë, do të thonë, mas operimit nuk kam qenë shumë keq, por mas anej më ka përsërit, do të thonë, kam përsërisë sfundjen. Kam në dokumente, do të thonë, radiologjisë, do të thonë se është recidive. Sipas tij, megjithse kishte hapur pushim mjekësor dhe kishte dokumentacion të rregullt, ndërmarrja i kishte ftuar në komision disiplinor dhe më pas i kishte ndërprer kontratën e punës. Në anën tjetër, Faton Ahmeti, kryeshef i ndërmarrjes Trepça, ka sqaruar se transferimet dhe ndërprerjet e kontratave janë bërë sipas rregullave të ndërmarrjes për të mbrojtur punëtorët me probleme shëndetësore dhe për të rregulluar listat e pagave. Realisht na kena pas punëtorë që këtu nuk kanë ardhur punë nashti edhe me vite. Edhe na merë konkretisht me këta persona që të pastrohet lista e pagave nga persona që nuk vinë punë, duke mos u lëshuar në për emra të përvetshëm. Ahmeti shtoi se lëvizjet brenda ndërmarrjes nuk përbëjnë degradim, por janë të bazuara në diagnoza mjekësore dhe rekomandime të mjekësisë së punës, duke synuar ruajtjen e vendit të punës dhe mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve. Sa i përket problemeve që kanë, na i thojnë smundje profesionale, këto na e kena edhe na një listë që mundohemi na mi mbrojt këta persona, por shumicën e rasteve edhe këta duhet neve më na kuptu se na nuk kena një rregullore që ata mënu me thonë ti qëndron shpeun të ap ty rrugën. Largimet, degradimet dhe transferimet e njëpasnjëshme të ish punëtorëve, Valdete Shabani dhe Bahri Ibrahimi, kanë ngritur debate mbi menaxhimin e ndërmarrjes Trepça, ndërsa drejtuesit e saj insistojnë se çdo vendim është marrë në përputhje me rregullat dhe rekomandimet mjekësore. Lajmet më të reja i gjeni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.